krim zgjedhor që ndikon në rezultat. Po e përsëris edhe njëherë, nuk ka më blerje vote me lek dhe me thas me miell, se ndoshta priteshin nga struktura që të gjenin njerëzit duke quar miell. Sot blerja e votave realizohet përmes grupeve të interesit, realizohet përmes shoqërive tregtare, realizohet përmes përdorimit të administratës, realizohet përmes përdorimit të fondeve të administratës publike në zgjedhje. A më thot dot njeri, është duke ndodhur kjo apo jo? Se po e shikojmë gjithandej që është duke ndodhur. Atëherë nëse presim që të arrestohet dikush me lek në dorë, kjo pastaj më duket thjesht ironike dhe asgjë më tepër. Qofse nuk parandalohet marrja pjesë e administratës, qofse nuk parandalohet përdorimi i fondeve publike, jo struktura e posaçme, por dhe alien, po të çojmë në 12 qarqet, nuk do të ndryshonin në realitetin tonë. Avokat, po megjithatë veprimet që bëhen në shtet lënë gjurmë apo jo, mund të jetë një hetim më i thjeshtë në këtë drejtim se një nga veprat më të vështira është korrupsioni për të provuar, kurse këto janë element që lënë gjurmë. Problemi është këtu që SPAK, pavarësisht kësaj shpërndarjes në qarqe, vetëm 2 vepra penale mund të hetojë. Kjo është korrupsioni, qoftë ky aktiv pasiv dhe shpërdorimi i detyrës. Tani këtu te shpërdorimi i detyrës, unë po ju them, mjafton të dalin në çdo institucion të administratës publike gjatë orarit zyrtar dhe të shikojnë sa njerëz do gjen punë. Shkojnë, kur hapet administrata, kur funksionon, si funksionon, dhe është e thjeshtë. Tani drejtë të haj se po na bëjnë qorra duke jetuar në këtë realitet e po na thonë që po luftohet. Po këtu jemi pra. Këtu jemi. Makina me iniciale, me simbole të institucioneve shtetërore lëvizin gjithandej. Për çfarë? Në mitingje, në demonstrata tashmë, shiko, arroganca ka arrit deri në atë kulm sa dhe në transmetimet publike shikon personat ngarkuar për fushat që rrinë së bashku me personat administratës publike. Tani, qofse kjo është e lishme, okej, atëherë s'ka nevojë për strukturë të posaçme. Qofse që nga e lishme që administrata dalit bëj fushat, le të vazhdojmë. Tani, SPAK, çfarë pret? Avokat, po e zgjidhin dot kollaj këtë, thjesht dalin pas dite dhe si kush dalin pas dite? Unë po them shkoni administratës. Shkoni gjatë orarit zyrtar, shikoni sa njerëz deri në zyra. Është thënë që ka një person që ndron për mbajtjen e orareve në institucion. Për mbajtjen e radhës dhe shënimin e problemeve të qytetarëve. Po patjetër, është gjithmonë një person që shënon problemet e qytetarëve dhe adresohet këto probleme për t'u zgjidhur. Pikërisht tani në kohë fushate. Tani edhe një herë mos bëjmë rolin e çyrykut, siç e thotë kryeministri. Se vërtet po na quajnë çyryk, por mos ta bëjmë edhe ne rolin e çyrykut. Jo, unë po të them gjë tjetër që është kollaj ti shmangesh detyrimit për qëndruar 8 orë në punë. Problemi është që po ta trajtosh administratën dhe po themi si forcë pune për fushat dhe ambasadorës 5 nuk është se po bën në një mashtrim të madh, më kupton. Prapë të njëjtën gjë po bën thjesht në orare të ndryshme. Arroganca tashmë ka arrit kulmet se nuk po bëhet pas orës 5. Pra po bëhet gjatë orarit zyrtar. Shikoni kronikat që transmetoni ju, keni të deleguarit e fushatës me një drejtor ujësjellsi, me një drejtor OSHE, me një shef nga kadastra. Tani shiko, ju të mediave, mbase njihni vetëm ta drejtorët kryesor, ta të mëdhenj, ta nuk dalin në televizor, po jo. Po janë sa drejtorët vegjël, ta sejmenët lokal, që njerëzit i njohin më për fytyrë kur i shikojnë për këto takime dhe dinë që këta janë pjesë e administratës. Tani do dalim televizorë dhe të themi që jo, mos përdoret administrata, jo, mos ndodhin këto gjëra, po ndodhin mes ditës ndodhin. Tani, SPAK ndoshta ka dalë blok deri diku për një gjë. Unë besoj, të paktën ato qytete që u lëviz për shkak të punës, që ndoshta bota e krimit po qëndron në stand-by. Pra, nuk po implikohen deri në atë mas sa që kanë bërë në zgjedhjet e kaluara. Kjo mund të jetë merit e SPAK, sepse është shprehja që frika ruan vreshtin dhe ata po ruajnë veten e tyre dhe nuk po bëhen pjesë e gjës në vetë parë. Deri diku kjo ndoshta është një merit e SPAK, por ka ndryshuar situata. Këta janë stand-by me kërkesë politikës, ama këta e përçojnë informacionin dhe emrin atje ku duhet dhe pa bërë fushat. Është e pamundur ta parandalosh në qoftë se njerëzit nuk vetëdijsohen, është e pamundur. Nuk mund të ruash 2 milion shtetas shqiptar, është e pamundur. Kjo duhet të jetë një kulturë që shqiptarët apo votuesit duhet ta fitojnë vetë.
sepse duhet votojnë të lirë, pa pasur frikën se dikush do i burgosi dhe pa pasur frikën se dikush do i heqi nga puna. Për aq kohë sa nuk votohet në këtë forum, jo s'pak, po thash dhe alienët të sjellësh do gjendet një forum për të ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve. Alketa, edhe një pyetje të fundit që i takon incidenteve, sa ka patur, ku janë regjistruar dhe cila është natyra e tyre? Në fakt ka patur disa incidente që janë shënuar përgjatë fushatës elektorale dhe sidomos ditët e fundit. Ka patur incidente në qarkun Dibër, ka patur në qarkun Elbasan, ka patur një incident në qytetin e Sarandës, po ashtu në Lezhë, madje më i fundit ishte edhe dhuna, po themi, apo konflikti që u shënua pikërisht në Elbasan, me njerë pasi mbaroi aktivitetet që po zhvilloi nga ana e Partisë Demokratike, ku pati një përleshje mes 10 personave dhe mbeti i plagosur fatmirësisht lehtë, djali i zotit Luciano Bocci, por veç këtij konfliktit ka patur edhe disa raste të tjera, konflikte po themi të ngjashme, njëra në fakt u shënua edhe në Dibër me zotin Xhelal Mziu, ku ka në fakt një çështje që është regjistruar tashmë në Prokurinë e Posaçme Antikorrupsion, pra do bëhen verifikime nga prokurori Elvin Gokaj, ku ka një kallëzim që është depozituar nga zoti Xhelal Mziu, është një kallëzim tjetër që është depozituar nga zyrtari Kalosh Murra, i cili pretendohet nga ana e zotit Xhelal Mziu që e ka dhunuar ky i fundit, dhe nga një kallëzim që është depozituar nga një qytetar, është avokat me profesion, të cilët të tre pretendojnë se janë dhunuar, po themi, nga njëri tjetri. Është një procedim i cili është regjistruar nga Prokuria e Posaçme Antikorrupsion, ku pritet që të merren në pyetje të tre nga SPAK-u dhe pritet të ketë një mbledhje, po themi, të materialeve të provave të tjera. Deri në këtë moment nuk ka asnjë veprim që është kryer nga Prokuria e Posaçme, madje vetë zoti Xhelal Mziu doli edhe pas incidentit dhe i bëri thirrje SPAK-ut që të sekuestrojnë kamerat e sigurisë, mblidhen, po themi, të gjitha prova, duke e cilësuar edhe policinë, sikur, po themi, në një farë mënyre e deformojnë ngjarjen, pasi sipas tij nuk ka qenë ai personi që ka dhunuar Kalosh Murrën, por ka ndodhur e kundërta, siç thash, ka qenë një incident që u regjistrua pikërisht në Dibër, po kemi patur edhe incidente që janë shënuar në Lezhë, patëm incident me zotin Gjingjoni, patëm një incident tjetër me zëvendës kryetarin e bashkisë, i cili kallëzoi një person për pengim automjeti në kuadër të fushatës elektorale, patëm në Sarandë po ashtu ndalimin e kandidatit të zotit Lapaj, i cili u kap me një dozë kokaine që u lirua me njerë pas kësaj, por ka patur disa incidente, po themi, pasaj incidente ku ka patur presion apo akuza her pas here që janë hedhur qoftë nga subjekte politike apo nga qytetarë të tjerë për blerje votash, pra ka patur incidente të këtyre llojeve, por të mëdhaja në një farë mënyre kanë qenë këto të ditëve të fundit dhe madje ditës së djeshme, ku siç thash mbeti i plagosur në kokë, por edhe mori disa dëmtime në trup, djali i zotit Luciano Bocci. Janë çështje të cilat po hetohen edhe nga prokuroritë e rretheve dhe nga Prokuria e Posaçme, siç ishte rasti i zotit Xhelal Mziu, por siç thash nuk kemi patur ndonjë veprim, po themi, konkret që është kryer qoftë nga Prokuria e Posaçme apo dhe qoftë nga prokuroritë e rretheve lidhur me incidentet që janë shënuar përgjatë kësaj periudhe, po themi, që jemi edhe përpara zgjedhjeve. E qartë, faleminderit Alketa avokat, nëse mund të qëndrosh edhe pak minuta me ne pas publicitetit. Okej. Mirë, shkojmë në reklama, kthehemi pas pak.